dhe të atyre strukturave cilat i shërbejnë këtij deep state-it dhe kësaj qëllimi të shkatërimit të Iranit dhe çdo lloj gjëje tjetër që ka një vlerë qoftë fetare, qoftë njerëzore, qoftë shoqërore. E gjithë kjo që New York Times ju deklaruat është një prrall që nuk ekziston për arsye që nga fillimi, pra ata thonë që zyrtarët iranianë kanë thënë, atëre është përcaktuar që bisedimet ndërmjet zyrtarëve iranianë dhe zyrtarëve amerikanë do të zhvillohen në Stamboll me datë 6. Sot është data 3. Po. Pra, nuk kemi aktualisht asnjë bisedë, asnjë takim, asnjë gjë. Iranianët deri më sot nuk kanë pasur asnjë takim dhe asnjë bisedë me asgjë. Kanë pasur biseda me rusët, kanë pasur biseda me sauditët, me Egjiptin, po me askën tjetër. Pra nuk ka pasur një bisedë të tillë. Kjo është e para. E dyta, çështja e programit bërthamor. Atëherë duhet kemi një gjë se po vim New York Times po përdor këtë për nevoja të brendshme politike të Trumpit, duke qenë se Trumpi është ndodhet në probleme të mëdha politike në Shtetet Bashkuara të Amerikës, i duhet që të binde edhe atje për krahësit e tij popullin çfarë doja ai atje, që punët po shkojnë në rregull, pra presioni që unë ne bëm, që çuam gjithë to, mjete ushtarake edhe këto forca ushtarake atje, pavarësisht janë të pavlefshme në një luftë me Iranin, pra nuk kanë asnjë vlerë dhe nuk mund të arrijnë asgjë. Ti tregoj që presioni jon ushtarak pra të justifikojë të rreqen këtyre trupave, sepse këto janë argjime të mëdha dhe në rast se ti të rreq këto trupa pa i përdorur nesër, tu t'i japësh disa llogarira që pse i çove. Dhe në moment që ti thua që ne bëm presionin, pra vajtja e trupave bëri presionin dhe ulëm në bisedime, qoftë edhe ulën bisedime, pavarësisht se mund mos merren vesh në fund bisedimeve, ti mund ta justifikosh atë çuarën të rreqen e trupave nesër. Por kemi një aspekt, pra kur flasim për çështjet e programit bërthamor e para, Irani ka një program bërthamor për nevoja civile, pra nuk ka program bërthamor për nevoja ushtarake. Për nevoja ushtarake do thotë që nuk ka program bërthamor për bërjen e armëve bërthamore. Nuk ekziston një gjë e tillë. E ka vetëm për nevoja civile dhe ajo që është për nevoja civile, mbi programi bërthamor të nevojave civileve ekziston gjithë industria e sotme iraniane. Baza kryesore e kësaj industrie është energjia. Pra, Irani e përdor programin bërthamor për nevoja energjetike në bazë. Pra aktualisht është i vetmi vend i lindjes mesme i cili ka arritur të sigurojë autonomi energjetike. Pothuajse në masën 85%. Me bërjen edhe me përfundimin edhe të një reaktori të ri bërthamor që janë duke ndërtuar rusët, po ashtu, atëherë ai mbulon 100% të gjithë nevojat e veta për energji elektrike në vend. Pra, dhe kur ti mbulon nevojat e tua energjetike në vend, atëherë ti ke krijuar autonomi energjetike. Kur ke krijuar autonomi energjetike, atëherë edhe industrinë e zhvillon më kollaj dhe më mirë. Dhe gjithë industria në Iran aktualisht ka filluar të sillet rreth kësaj autonomie energjetike. Pra, aktualisht të gjithë trenat në Iran që funksiononin dikur më përpara me naftë, me kështu nuk funksionojnë më me naftë. Pra, të gjitha lëvizjet e trenave janë elektrik. Për shkak të kësaj autonomie energjetike. Pra, ka zhvilluar dhe ky zhvillim, në rast se do të ndërpriste këtë energji atomike, për cilën këta thonë, atëherë automatikisht Irani bindet të kthehej në epokën e gurit. Pra nuk ka asnjë lloj logjike, plus që e përdor atë edhe për nevoja spitalore, pra për nevoja mjekësore, sepse ata iranianët kanë arritur të përparojnë shumë në aspektin e përdorimit të energjisë dhe të nanoatomeve në aspektin mjekësor. Totalisht, pra janë shumë më përpara se gjithë pjesa tjetër e botës në këtë aspekt. Edhe më përpara se kinezët dhe më përpara se amerikanët. Për çfarë ishte kjo? Për çështje mjekësore. Për çështje mjekësore. Për çështje mjekësore. Prandaj është e pamundur që iranianët të heqin dorë, por ka një gjë që për çështje mjekësore dhe për çështje energjetike mjafton që të mbetet uraniumi deri në 20% të pasurimit. Pra nuk është nevoja që ta çosh. Aktualisht iranianët e kanë 60%. Dhe ajo çfarë mund të diskutohet është që iranianët të kthehen te 20%, pra të mos e pasurojnë më shumë se 20%. Sepse 60% është afër mundësisë. 60% është afër mundësisë, po edhe ajo do akoma, pra nuk është se duhet shkojë te mbi 80% që ti ta, por është afër, pra nga 60-sha te 80-sha është 20%. Dhe mund të diskutohet kthimi te 20%, pra, po jo mbyllja e programit bërthamor. Sepse programi bërthamor që është aktualisht nuk është thjesht për nevoja civile. Dhe për nevoja civile mjafton deri në 20% pasurim. Dhe mund të kthehen te ky 20%, po normalisht për të kthyer te 20% do të kërkojnë koncesione të tjera, por nuk bëhet llaf që programi bërthamor të mbyllet.
Po ka edhe një propozim Irani në këtë aspekt. Ka një propozim për një konsorcium amerikan rajonal. Ky propozim e kanë bërë amerikanët dhe ky konsorcium amerikan është që të marrin nën kontroll gjithë autonominë energjetike të Iranit. Pra i bie që Irani i dorëzojë çelësat Amerikës. Pra Amerika nuk po hyn dot me forcë dhe po munduhet të hyjë nga një derë të pasme. Nuk është asgjë. Pra kjo është gjithë një prrall. Sot aktualisht Amerika po mundohet të bëjë me anë të bisedimeve të arrijë atë që nuk e arrin dot me anë të luftës. Me anë të luftës nuk e mund dot Iranin, nuk e shkataron dot Iranin, nuk arrin ta marrin nën kontroll Iranin. Por çfarë po bën? Po bën atë që i bëri Libis. Pra edhe Libin në të njëjtën gjë filloi edhe Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi në Libi filloi edhe bëri marrëveshje me rusët për të ndërtuar reaktore bërthamore për çështjet e energjisë. Dhe filloi ndërtimin e tyre. Amerikanët e bindën me gjithnjë ndërhyrje në izraelitët, të kemi gjithë parasysh që pas këtyre gjithnjë qëndrojnë në izraelitët. Dhe kudo që qëndrojnë izraelitët nuk ka asgjë që është e pastër. Dhe amerikanët e bindën Kadafin në vitin 1990 që të hiqte dorë nga programi bërthamor. Për nevoja energjetike, për të krijuar autonomi e gjithçka tjetër. Dhe Kadafi hoqi dorë nga programi bërthamor. E bindën që të hiqte dorë edhe nga programi raketor, sepse Kadafi nisi një program raketor atëherë, ndërtimin e raketave. Raketa balistike, ëh? Edhe atëherë edhe ai hoqi dorë nga raketat. Dhe në momentin që hoqi dorë nga gjitha këto, pas 20 viteve Kadafin, ku është sot Kadafi? S'është askund. Pra sepse nuk ishte masiv, ishte i njëjti skenar që u përdor me Libin, po mundohet të përdoret edhe me Iranin. Po problemi është që këto skenare janë të konsumuara. Pra kur ne diskutojmë këtu, jeni të bindur që edhe zyrtarët iranianë këto i kanë marrë parasysh. Pra nuk janë skenare që mund të ecin. Por bisedimet aktualisht ju konvenojnë dhe ju interesojnë të dyja palëve, edhe iranianëve, edhe amerikanëve. Iranianëve interesojnë vajtja në bisedime të dyja palëve intereson për një arsye që kanë një arsye të përbashkët, është bindja e popullatës. Pra, për çështje ratingu brenda. Qeverisë amerikane intereson që të bindi pjesën e popullatës që neve dhe Kongresi dhe gjithçka tjetër që shikojnë, edhe në rast se shkojmë nesër në një luftë, pra ne i ezaruam dhe i konsumuam edhe të gjitha rrugët politike dhe diplomatike. Të njëjtën gjë kërkojnë edhe iranianët që të bindin popullin që nesër të bashkohet ndaj qeverisë, në rast të një lufte që neve vajtu në bisedime, i ezaruam edhe këto. Nuk ka një tash na ka mbetur e fundit, pra ne po bëjmë mbrojtjen. Pra, ky qëllimi është përbashkët. Prania e këtyre personazheve drejtan janë Kushner dhe Witkoff edhe në Iran. Në Ukrainë kemi të njëjtat personazhe, në Gaza të njëjtat personazhe, të dërguar special le themi presidentit Trump. Kjo e bën atë, prandaj po them që kjo e bën çdo lloj marrëveshje që mund të arrihet, e bën të pavlefshme. Pra, bën një marrëveshje e cilën arrin presidenti, por çdo lloj dhe presidenti i Amerikës ka vendosur të dërgojë 2 persona të cilët nuk përfaqësojnë zyrtarisht Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra nuk janë përfaqësues zyrtar të Shtetit Bashkuar të Amerikës këta persona. Nuk mbajnë asnjë post zyrtar në Shtetet Bashkuara të Amerikës këta persona. Dhe duke mos pasur një tillë, janë thjesht të dërguar të presidentit. Dhe të dërguar të presidentit. Këta mund të flasin në emër të presidentit. Dhe çdo lloj marrëveshje është një marrëveshje midis presidentit dhe shtetit tjetër. Nuk është një marrëveshje midis shtetit amerikan dhe shtetit tjetër. Çdo marrëveshje midis shtetit amerikan dhe shtetit duhet kalonte nga Kongresi. Pra çdo lloj marrëveshje që arrihet në këtë mes bëhet vetëm për qëllim për të fituar kohë. Nuk ka qëllim implementimi, nuk ka qëllim për të vënë paqen diku. Bëhet për t'i dhënë kohë Shtetet Bashkuara të Amerikës që të fitojë kohë që nesër të arrijë atë çfarë do të arrijë. Qoftë në Ukrainë, qoftë në Iran, qoftë në Gaza. Pra çdo lloj marrëveshje që të ketë vlerë diplomatike, politike dhe juridike duhet të kalojnë në institucionet e vendit përkatës. Institucionet e vendit përkatës janë kuvendet. Pra në momentin që çdo lloj marrëveshje miratohet nga vendet, atëherë kjo marrëveshje i detyron palët që të mbeten të obliguara ta zbatojnë. Në momentin që këto marrëveshje firmosen nga një individ i cili është me afat skadence, sepse presidentët e vendeve janë me afat skadence. Pra, Trumpi ka edhe 3 vjet. Pas 3 vjetësh Trumpi s'është më president. Dhe çfarëdo që të nënshkrojë Trumpi nuk ka vlerë pas 3 viteve. Sepse s'është më. Vjen presidenti tjetër ai se njeh. Kurse po ta miratoj Kongresi, nuk ka president që të thotë që unë se njoh. Sepse e ka miratuar zyrtarisht një vend e ka pranuar. Për këtë arsye përdoren këta 2 individ në të gjitha marrëveshjet që të japin kohë Shtetit Bashkuar të Amerikës të fitojë kohë. Pra nuk bëhen me qëllimin për të arritur një marrëveshje gjenuine ose një marrëveshje të sinqertë për vendosjen e një paqe. Është e gjitha pjesë e mashtrimit global që Shtetet Bashkuara të Amerikës po bëjnë për mbajtjen e influencës së tyre hegemonike në të gjithë globin. Nuk ka të bëjë asgjë tjetër. Çdo gjë tjetër është mashtrim në këtë aspekt. Më bëri përshtypje dritanëve tek ajo do të kemi edhe një gjë, për shembull, se më falni që po ndërpres.
Kur dje u deklarua edhe në Iran, u pranua nga presidenti që po do të shkojmë në bisedime. Në parlamentin iranian, dje ka pasur kundërshtime për këtë. Pra në parlamentin iranian kanë dalë deputet dhe kanë kërkuar llogari ministrit jashtëm që të vit japi llogari përpara se shkojmë në bisedime se çfarë do bisedoj dhe çfarë qëllimi kemi që të arrijmë me anë të këtyre bisedimeve. Pra çfarë do i kërkoni juve atyre? Pra, parlamentet janë ato që të kërkojnë llogari. Dhe çfarë do lloj marrëveshje që këta të arrijnë, mund të hasi probleme të mëdha. Nesër në parlamentin. Absolutisht, edhe në parlamentin iranian, po edhe nuk do kalojnë në Kongres. Pra është thjesht për t'i dhënë koshte Bashkimit të Amerikës për të justifikuar qoftë edhe një ndërhyrje ushtarake tjetër, sepse aktualisht Shtetet Bashkuara të Amerikës po ecën me idenë që në rast se mbani mend në ditën në atë luftën 12 ditore që short vitit që shkoi, ishin në mes të disa bisedimeve. Po. Dhe iranianët ishin në gjumë. Prandaj po. Dhe tash edhe qëllimi nuk jetë një përpara regjia, është ajo që ishte nuk do shkojmë në aspektin që duke i futur në bisedime, ti mund të ulësh gatishmërinë e tyre. Nuk do të them që gatishmërinë do e gjejnë zero siç e gjetën në qershorin e vitit që shkoi. Por deri diku mund të ulesh sepse loja e bisedimeve është që ti mund t'i japësh atyre edhe një koncesion. Pra, cili është koncesioni që Shtetet Bashkuara të Amerikës do losin në këtë moment? Dhe jam i bindur që do losin në këtë dhe këtu do jemi dhe do e vërtetojmë. Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk do diskutojnë fare për çështjen e raketore, pra do e lënë jashtë. Për raketat balistike. Për raketat balistike, do lënë jashtë edhe bisedën për krajën që Irani i jep Hezbollahut, Hamasit dhe Houthëve, dhe flasim vetëm për çështjen e programit bërthamor. Dhe në këtë moment krijohet ideja sikur Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk janë të interesuar për këtë punë dhe kjo e ul gatishmërinë iranianëve. Pra këta janë të interesuar për programin bërthamor edhe për këtë tjetër. Ulet deri në një moment gatishmëria. Dhe krijohet ideja sikur Amerika po përplaset me Izraelin, sepse Izraeli i do të që diskutojnë të treja këto. Ndërkohë që Amerika është duke në këtë moment duke luftuar për qëndrueshmërinë e saj. Pra duke biseduar vetëm për këtë, të krijon idenë sikur bisedimet janë parimore. Pra po hym në bisedime po flasim vetëm për këtë program. Ndërkohë që ky program nuk ekziston realisht. Sepse programi bërthamor, pra armë bërthamore nuk ekziston realisht në Iran, nuk ka ekzistuar fare. Pra po flasim për diçka që nuk ekziston. Dhe kur ti krijon bisedime për diçka që nuk ekziston dhe çon njerëz që nuk përfaqësojnë askënd përveç se vetes tënde, atëre kjo është thjesht një mashtrim i paprash, një teatr që të duhet për ta lozur dhe teatri luhet për dy gjëra. Për nevoja politike të brendshme, për nevoja politike të jashtme dhe për të fituar kohë. Dritan, më bëri përshtypje se do t'i kthehemi prapë këtij momentit mundësisë së një përplasje, por janë ftuar, thot Israel Hayom, edhe ministrat e jashtëm të Arabisë Saudite, Katarit, Emirateve të Bashkuara, Egjiptit, Pakistanit dhe Omanit. Po, mund të ftojnë të gjithë ta, mund të ftojnë edhe ministrat jashtëm të Bashkimit Evropian, pra mund të ftojnë edhe të tjerë. Sa më shumë fton aktorë të tjerë në këtë teatr, aq më të besueshëm e bën teatrin. Por në fund rezultati i teatrit është i pavlerë. E qartë. Edhe diçka tjetër Dritan para se të dalim te mundësia e një përplasje. Sa më të mëdhej aktorët, aq më shtrenjtë shet biletën. Jo, e vërtetë është. Ali Lariani që është le të themi sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Iranit ka takuar së fundmi me presidentin Putin dhe mesazhi dhe i ka dhënë një mesazh nga lideri suprem Ayatollah Ali Khamenei që Irani mund të bjerë dakord për të dërguar këtë uraniumin në Rusi. Si e lexon këtë rolin e Rusisë ose vajtjen e Edhe kjo deklaratë është e pavlerë, pra duhet kemi gjë parasysh. Shikoni. Prapë jemi te New York Times, që të jemi korrekt. Është e gjitha një prallë edhe kjo deklaratë. Duhet të krijojmë një ide. Ideja kryesore është kjo. Kur udhëheqës të mëdhej të vendeve takohen, pra do të thotë që ata kanë gjëra për të biseduar, të cilat nuk mund të bisedojnë dot nëpërmjet telefonit. Pra nuk mund të sqarojnë dot nëpërmjet telefonit. Sepse shikoni, duhet funksionon, duhet kemi gjë parasysh. Ideja e këtyre të mëdhejve funksionon, keni parasysh si qeveritë aktualisht janë si punë e grupeve mafioze. Pra e njëjta gjë është, thonë ti. Mafia të vë taksa, edhe qeveria të vë taksa. Pra nuk ka ndonjë ndryshim mafia midis qeverisë. Po njëra është legjitime që vjen me votën tonë, kurse tjetra nuk është legjitime. Organizohet pa dëshirën tonë. Njëra i thot tarifa fjalën. Po. Taks, gjithë paguajmë taks shtëpie, taks makine, taks rrugë. Pra këto janë. Po gjë bën edhe mafia. Dhe bosët mafioz ruhen që mos i përgjojë policia. Dhe bisedat kryesisht i bëjnë kokë në kokë. Pra
ato biseda që kanë vlerë për ta, për punën e tyre. Ato që s'kan vlerë, përdorin telefonin. E njëjta logjik funksionon edhe te udhëheqësit legjitim, që neve zgjedhim. Pra kur udhëheqësit marrin rrugën e gjatë për të takuar midis njëri tjetrit, do me thënë që kanë për të biseduar diçka për të cilën nuk mund ta bisedojnë nëpërmjet telefonit, pra nuk është për të bërë publike dhe kanë hall që ai tjetrit mos e përgjojë, se mund ta përgjojë bisedën. Pra nuk ka garanci përgjimi i bisedave. Për këtë arsye, kur Larijani vete në Moskë takon Putinin, do me thënë që i çon një haber nga Ali Khamenei. Pra do me thënë që ajo çfarë ka për t'i thënë ai Putinit, nuk është për të bërë objekt dhe subjekt politik, as publik. Pra askush nuk e di se çfarë i ka thënë. Të gjitha janë supozime. Dhe supozimet janë çfarë ma merr mendja mua. Po, askush nuk e di të vërtetën, po thua, sepse po nuk ekziston, prandaj them që nuk ekziston, sepse po tashu do e kishin bërë me telefon. Me telefon nuk bëhen. Për këtë arsye e keni parë edhe Netanyahu i hyp avionit edhe shkon me gjithë problemet që ka për të udhëtuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra që i shkon udhëtimi mbi 15 orë, 16 orë, sepse duhet të shmanget nëpër hapësirat ajrore të vendeve evropiane se ka hallë se mos e ndalojnë dhe arrestojnë, sepse është një person në kërkim për krime lufte. Sërish ai shkon pse? Sepse ka biseda të cilat nuk i bën dot në telefon me Trumpin, pra duhet i bëj kokë në kokë. Pra kjo është ideja, këtë ide duhet të krejë. Askush nuk e di. Në momentin që dy lider bëhen kokë në kokë, askush nuk ka idenë se çfarë është biseduar dhe çfarë është thënë. Çdo gjë është supozim i pavlefshëm. Dhe në rast se ngrejmë të bëjmë analizë mbi një supozim, atëherë kemi dështuar totalisht, nëse s'mund të bërim askush. Prandaj them që nuk qëndrojnë to që thot New York Timesi. E bukur kjo analogjia Dritan, Netanyahu drejt Washingtonit, Larijani përfaqësuesi Khamenei drejt Moskës. Po. Sa e vërtet le të themi është që çelësat e Iran, ashtu si çelësat e Sirisë i kishte në dorë Erdogani, të paktën për t'u referuar një deklaratë të Donald Trumpit, që çelësat e Iranit i ketë në dorë Putini në rastin konkret. Jo, nuk ekziston. Edhe ajo në kohën, edhe deklarata e Trumpit që çelësat e Sirisë i ka pasur Trumpi, i ka pasur Erdogani, jo nuk është e vërtet. Çelësat e Sirisë në dorë i kishte vet Asadi, por Asadi nuk dëshiroi të përdorte çelësat dhe i dorëzoi çelësat. Pra është një analizë që mund të hym, po na merr kohë dhe nuk po hym asaj. Çelësat e vendit i ka vet udhëheqësi i vendit, dhe çelësat e Iranit i ka vet Irani, nuk i ka as pak Rusia, por duke qenë se Rusia aktualisht është një nga vendet kryesore që është aleati i Iranit dhe është i besueshëm i Iranit aktualisht në këto, sepse po i ndihmon Iranin për ngritjen e kapaciteteve të tyre luftarake për të përballuar çdo lloj sulmi të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Normalisht që bëhet i besueshëm në këtë aspekt, por kjo nuk do thotë që irananët i kanë varur çelësat e tyre të iranianët nuk e kanë bërë këtë në jetë dhe nuk e bëjnë. Pra askush nuk e bën këtë. Askush nuk i var çelësat. E qartë. E vetat te dikush tjetër, pra nuk ndodh kjo në asnjë vend të botës, është absurde. Edhe neve nuk i varim çelësat e dikush tjetër. Okej. Pra, Dritan, çelësat e vendit tonë kanë ata që drejtojnë vendin tonë, që janë zgjedhur me votën tonë, por kanë vendosur që ti përdorin këta çelësa për nevojat interesave antishqiptare. Por prap çelësat i kanë ata. Pra nuk e kanë dhënë çelësin as te greku, as te serbi. Po çelësin e kanë këta, vetëm po jo hapin derën me çelësin. Grekut dhe serbit. Pra e njëjta funksionon kudo, jo më në Iran. Pra kur ekziston te neve, ekziston edhe në Iran. E qartë. Dritan, ndërkohë një nga komentet që zakonisht bëhet për sa i përket këtyre bisedimeve dhe mund të jetë ai skenar për të fituar kohë, mund të jetë për të fituar legjitimitet brendshëm, dhe unë jam dakord, po një nga të paktën komentet që kam lexuar është që Shtetet Bashkuara të Amerikës duan të fitojnë kohë sepse po dërgojnë sisteme kundërajrore për të mbrojtur dhe për të garantuar më mirë Izraelin në rast të një goditje të mundshme. Sa e vërtetë është kjo? Kjo nuk qëndron, pra ka një të vërtetë të pjesshme. E vërteta e pjesshme në këtë është vetëm që vërtet amerikanët po çojnë sisteme kundërajrore të mbrojtjes, pra ato që po çojnë në sisteme Patriot, sepse ato kanë disa më shumë. Pra sisteme THAAD ata nuk kanë, i kanë çuar 3 copa që nuk kanë çfarë çojnë më, sepse të tjerat i kanë në vendet e dy janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, një tjetër është në Afrikinës, pra nuk mund, një është në Guam, pra nuk mund të çojnë. Nuk kanë më. To janë, nuk kanë THAAD, se THAAD 7 sisteme kanë, kaq nuk kanë tjetër. Në botë gjithsej 7 sisteme kanë THAAD. Nuk kanë më. Pra, 2 i kanë në Izrael,
Një e kanë në Emiratet e Bashkuara Arabe, Po. 3. Dy i kanë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është 5, një e kanë në Guam, 6,